Radio Vlera. Mbrëmja artistike. Në pultin e transmetimit Agim Gashi. Emisioni realizohet në studion qendrore Radio Vlera në San Luis të Francës. Mirë mbrëma të nderuar dëgjuese, mirë se erdhët në valët e radios suaj, mirë se erdhët në Radio Vlera në emisionin e Mbrëmja Artistike. Ju përshëndes ngrohtësisht kudo që jeni, duke uruar të keni kaluar një të diel të bukur dhe duke uruar edhe shpresuar që do kalojnë bukur edhe këtë mbrëmje bashkërisht. Emisioni është i drejt për drejt dhe pas pak ju do keni mundësi të kyçeni nëpërmes Viberit në +33 780 545 835. Fillimisht do shkojmë në këngë me cilën ju do ju përshëndes dhe do ju dëshiroj mirësevje dhe pastaj hapim edhe mikrofonin e dëgjuesit.
Jemi rikthyer të nderuar dëgjues, jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin Mbrëmja Artistike. I përshëndes o dëgjues të parë të cilët e shohën në live stream, një përshëndetje për Sabile Sadikun që e di, e cila shkruan mirëmbrëma agent, përshëndes ty me familja ashtu dhe gjithë dëgjuesit, faleminderit edhe ne përshëndesim. Me ne është nga Presheva jun e dashur, është edhe dëgjuesi Hamid Osmani. Mirëmbrëma Radio Vlera, ju përshëndes ty Agim Gashi dhe gjithë stafin tuaj. Kaloni një mbrëmje sa më të bukur, faleminderit gjithashtu rojt kaloni bukur. Një përshëndetje gjithashtu në vend nga Austria dhe pikërisht nga miku dhe këngëtari Burim Caka, i cili shkruan përshëndetje për ju miku Agim, përshëndetje edhe për dëgjuesit kudo që janë, urojt kaloni mirë me dëgjuesit. Faleminderit shumë. Edhe në përshëndes miku Burim. Një përshëndetje po nga Suedia në vjen nga dëgjuesi Rregull Ferhat Kaboshi. Përshëndetje Radio Vlera, ju uroj një javë të mbarë dhe gjithëve. Faleminderit shumë. Uroj edhe për juve çaste të bukura dhe nesër gjithashtu një javë të mbarë. Ne do shkojmë me një poezi që kemi këtu afër vetes nga poetja Teuta Sulej, dhe do sjellim këtë poezi, falenderojmë edhe poeten që na ka dhuruar një poezi të bukur. Teuta Sulej, Gëzuar Kosovë. Si zonjë rënd i veshur sot, Kosovë madhe me flamur, sot kem nga ju të buqet me fort, një hym i bukur që shuhet kur. Kjo pavarësi kur orë flori, fustani derdhur për shtatë të ri, Kosovë gëzuar pavarësin, sa gjak t'i derdhe për lin. 17 shkurt e 17 vjet, vite liri e plot jeshi, shumë burra trima jetën fliuan për të sjellur lirin ty. Jehon liri për sjellin malet, oshtima Shqipërinë mbulon, kjo është kënga e pavarësisë, një këngë lirie që na bashkon. Gëzuar festën në përjetësi, në çdo konak e në çdo trev, këndon fort pleqë fëmi për ëndrën tuaj që kur sutret. Nga larg të roj me shpirt të zemër, me forcën e një vajze labërie, me një isu labe të dërgoj këngën gëzuar pavarësin, Kosova ime trime. E sollëm këtë poezi të bukur, përgëzojmë poetën Teuta Sulej nga Italia dhe urojmë suksese gjithmonë në krijimtarinë e saj. Të nderuar dëgjues, jemi drejt për drejt në valët e radios suaj në Radio Vlera në emisionin Mbrëmja Artistike. Sonte do keni mundësi ju që dëshironi të kyçeni na sjellni krime edhe të tjerëve edhe tuajat, ndonjë recitim të bukur, pse jo ndonjë këngë, gjithashtu. Kështu që ju pres në Viberin në numër +33 780 545 835. Në Kosovë kam linë, Kosovë du me jetu.
Ne ndeshëm edhe këtë këngë të bukur, jemi drejt për drejt e nderuar dëgjuese. Edhe njëherë përshëndes gjithë dëgjuesit që na ndjekin në platformën e radiove shqipe në Shkabaj, gjithashtu juve që na ndiqni nëpërmes live streamit dhe ata që na ndjekin në faqen zyrtare të radios www.radiovlera.com. Gjithëve ju përshëndes dhe ju dëshiroj mirëseardhje, duke uruar qaste të bukura me Radio Vlera. Ne do të shkojmë me këngë, por të shoh kemi ndonjë përshëndetje, përshëndes edhe kushëririn Jakub Dobra, gjithashtu një përshëndetje për Tahir Gradicën, përshëndetje edhe për këngëtaren e Vlera Bardha Brahimaj dhe gjithë juve që jeni duke shoqëruar në gjitha format ku shkon Radio Vlera, gjithë jeni të përshëndetur. Duke të po, pas kemi edhe përshëndetjet të tjera, na ka përshëndetur edhe poetja Teuta Sulej, e cila është thot mirë mbrëma, një përshëndetje në vjen edhe nga një poete tjetër, Elmije Ajazi, duket mi ka dërguar edhe disa poezit saj do të lexojmë sonte. Shkruan përshëndetje Drenic, përshëndetje edhe për gjithë dëgjuesit Radio Vlera, faleminderit, përshëndetje edhe juve Elmije. Na shkruan edhe poetja dhe e nderuar Teuta Sulej, faleminderit shumë për interpretimin tuaj me dashuri e respekt. Ndihemi e nderuar dhe respektuar, ju uroj një mbrëmje të mrekullueshme, po ju ndjek me kënaqësi të veçantë. Faleminderit shumë e nderuar Teutët, përshëndes edhe të uroj mirëseardhje në Radio Vlera. Dhe nëse dëshiron mund të kyqesh nëpërmes Viberit të na sjellësh edhe ti drejt për drejt, do të ishte vërtet kënaqësi me zërin tuaj, poezit tuaja. Në shkruan edhe Can Tahiri, duke të është për herë të pari, dëshiroj mirëseardhje të respekt nga studio Diaspora, Kuqezi në Gjermani. Përshëndetje edhe juve miq të nderuar atje në studion Diaspora. Ju uroj suksese, gëzuar jemi në prag të ditës së pavarësisë së Kosovës dhe uroj që gjithmonë vetëm festa dhe gëzimet keni edhe ju, edhe ne, edhe gjithë shqiptarët anë kënd botës kudo që janë. Ne përshkojmë edhe me një këngë derisa të kemi ndonjë apo do të shoh derisa të kemi ndonjë telefonat tuaj. Ju mirëpres edhe një herë. Dhe do të shkojmë me një këngë nga Labëria, Labe pra. Përshëndesim për të përshëndetur edhe poetën që është për herë të parë me ne, nëse s'gaboj, Teuta Sulej, edhe për gjithë vëllezërit dhe motrat atje në jugun e dashur dhe bukur të Shqipërisë. Jemi lidhur besa besë, kënga Labe të mos desë, kënga muj më thuaj mua, ku i ke rënjët e tua. Jemi lidhur besa besë, kënga Labe të mos desë, kënga muj më thuaj mua, ku i ke rënjët e tua. Kënga Labe muj pisnike,
ajo nuk do besi kurë, se është gëndu në kurë. I ka rënjë të thellë në male, da i thonde kënga labe. Kënga labe, moj pisnike, traditati latinite. Iso labe more shokë, se që gazi një botë. Kënga labe, moj pisnike, traditati latinite. Iso labe more shokë, se që gazi një botë. Në to male thellë kam mbirë, kam kënduar për barinë. Këndo baba me të birë, këndoj në për burërinë. Në to male thellë kam mbirë, kam kënduar për barinë. Këndo baba me të birë, këndoj në për burërinë. Kënga labe moj pisnike, traditati latinite. Iso labe more shokë, se që ka zili një botë. Kënga labe moj pisnike, traditati latinite. Iso labe more shokë, se që ka zili një botë. Ndoshem dhe këtë këngë të bukur, labe dhe u rikthyem të nderuar dëgjues. Jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin e rregullt, në emisionin e mbrëma artistike. I përshëndes edhe dëgjuesit që janë inkuadruar në ndërkohë, juve që jeni duke na ndjekur në live stream, ju lutem ta bëni shpërndarjen e emisionit në mënyrë që të na bashkangjiten sa më shumë dëgjues. E me nesët tash është edhe poetja profesoresha Kulmëria Vdy Shala nga Preja, cilën e përshëndes dhe uroj qaste të bukura dhe përshëndetje edhe për dëgjuesin e rregullt Xhavajre Kryeziu. Ne në vazhdim do shkojmë në një poezi të poetesë Elmia Ajazi. Me thanë ndalu, me thanë harro, po zemra s'di më ndalë, s'di më thonë ju, sa herë larguhem, kthehem prap të këti, se çdo hap pa ty me humb në vetmi. Çdo rrugë pa ty është rrugë pa drejtim, një zë që shuhet mes turmes pa tingull pa kthem. Sa herë përpiqem me mbyll këtë kapitullin tim, emri të më kthehet si lutje në ndim. Ti më lexon pa fjalë, si vargu i pa thënë. Me gjën në rësirë, ku ëndrat janë zënë. Me një në çdo dridhje, në çdo përshërtim, si dritë që mdes shpirtin në natën pa agim. Nëse kjo është gabim, le të jetë mallkim, se pa ty çdo drejt s'ka asnjë kuptim. Po të zgjedh edhe kur s'ka më shpresë, edhe kur bota na kthen shpinën pa ndjes, nëse dashuria është luftë pa fitim, unë prap luftoj se ti je kuptimi im. E përshëndesim dhe përgëzojmë për poezinë e bukur Elmia Ajazin, duke uruar suksese në rrugën e saj të artit të së shkruarit, kështu që urojmë vetëm suksese, shëndet mbi të gjitha. Të dashur miqë, jemi drejt për drejt në Radio Vlera. Ju mirëpres nëpërmes Viberit në +33 780 545 835.
Jemi duke dëgjuar me një kolazh muzikor të bukur nga këngëtarja Lera Bardha Brahimaj, që ne përshëndes dhe uroj sukses. Në ka përshëndetur edhe poetja Fitnete Bashota Krasniqi nga Austria. Përshëndetje Radio Vlera. Ju uroj një mbrëmje të mrekullueshme, respekt për moderatorin Agim Gashi dhe gjithë dëgjuesit. Faleminderit shumë. Respekt gjithashtu edhe juve. Një përshëndetje na vjen nga poetja Elmia Jazi, thotë një faleminderit nga zemra Radio Vlera për mundësinë që të lexohen poezitë e mia sonte. Çdo fjalë dëgjuar nga ju me fuqizon për të krijuar me tej dhe me thellë. Poezia nuk jeton vetëm në letër, por në zemrat që e ndjejnë atë. E vërtet faleminderit shumë, respekt edhe juve Elmia, e nderuar, të uroj suksese edhe në të ardhmen. Dhe gjithmonë në valët Radio Vlera, pra Radio Vlera ka edhe motën e saj, vendi ku promovojnë vlerat shqiptare. Pra, këtu është vendi i vlerave, ju falenderoj që keni gjetur vendin tuaj dhe jeni bashkërisht me Radio Vlera. Përshëndetje edhe për poetën vendosën Selvije Klajqi Veliqi, duke ruar disponent këndshëm vazhdim. Përshëndesim edhe poetën tjetër Kinete Krasniqi. Vërtet ne jemi të privilegjuar që rreth vetes kemi kaq shumë poet, kaq shumë artist, ka shumë njerëz të artit. Një përshëndetje shkon edhe për regjisorin dhe aktorin Smajl Lështaku.
moj lule, hoj lajle. Mi panali do në qaridake, moj lule, hoj lajle. Në kam përshëndetur dhe kem Zeqirin nga Kanadaja, përshëndetje për ju Agim Gashës dhe gjithë dëgjuesit kudo që janë, respekt e nderë për të gjithë, kaloni bukur mbrëmjen. Faleminderit gjithashtu rrejt, kaloni bukur edhe ju. Do që më dhe këtë pëturi këngësh nga këngëtarja e madhe Bardha Brahimaj, që përshëndes dhe përshëndetje edhe për gjithë dëgjuesit që janë inkuadruar në ndërkohë dhe janë duke shoqëruar me Radio Vlera. Na shkruan edhe poetja Kimeta Krasniqi, përshëndetje për ty zot Agim dhe gjithë dëgjuesit të Radio Vlerës, faleminderit gjithashtu përshëndetje në Bashkimin e Trojave Shqiptare, e cila përshëndet Bardha Brahimajn nga Austria. Shpërndani mundësisht sa më shumë emisionin, nuk ju kushton asgjë. Në vazhdim të shkojmë të sjellim disa kuriozitete nga bota. Për të jetuar në hapësirë duhet të pi shumë ujë. Astronautët duhet të konsumojnë rreth 3-4 litra ujë në ditë për të mbajtur trupin të hidratuar dhe për të ndihmuar në detoksifikimin e trupit nga ndocit që krijohen gjatë aktivitetit në hapësirë. Arti jetës në det të hapur. Peshkatarët e Japonisë përdorin një teknikë të quajtur aquaterapi, ku ata përdorin peshket për të pastruar lëkurën dhe për të ndihmuar trupin të rikuperohet nga stresi. Gjenivi Grimit që u zhduk në shekullin e 18 në vitin 1750, një grua shumë e njohur për aftësitë e saj të grimit dhe stilit e quajtur Madame Recamier, u zhduk papritmas nga historia. Disa thonë se ajo u rrëmby nga një princ i pasur, ndërsa të tjerët besojnë se ajo bë një grua misterioze që jetoi në heshtje për të mbajtur sekretet e saj. Vera që është më vjetër se çdo njeri, në një fshat të Quarkertov në Pennsylvania është dëgjetur një pemë shampanje, e njohur si viti i shampanjes më të vjetër, që është mbi 450 vjet e vjetër. Ajo është ende në prodhim duke prodhuar verë për përdorim të veçantë. Të puthësh në një rrozull diellor të plazhit, një ritual popullor në disa vende të Azisë është që njerëzit të puthen në një rrozull diellor. Ata besojnë se dielli është një burim i pafund i energjive pozitive dhe mund të ndihmojë në forcimin e marrëdhënieve. Një qytet pa rrugë, dhe kjo ndodh në Holland. Qyteti i Dietorn, i njohur si Venediku i Veriut, ka rrugë të pakta dhe transportohet kryesisht me anije ose varg. Nuk ka makina dhe vetëm kalim mbi ujë.
kemi tashmë në linjë dhe të nderuar Janus Zejnullahu, cili të dëshiroj mirëseardhje, mirë mbroma, i nderuar Janus. Po, mi mbroma dhe të kem për juve, mi mbroma për gjithë dëgjuesit. Mirë se na erdhe, se të kemi, si po kalon ti? Mirë se ju gjeta, mirë kem, nuk konë gjithë notën në ka shi, ditën në konë me diell, prap tash mbroma shi ka fillu kështu. Mirë, në gjatë, nuk është ftaf, po shpresojmë të bëhet mirë, më so. Po jo, ato aje lëshon shiu në tokë vetë, na nuk mujmë me nalë. Vërtet, faleminderit, shumë që jemi ne, po çka ka të rejtë nga... Hajde unë jam mas perdëv që të përda janë para perdëve dhe s'po hinë, shka ka orë. Nuk e të dhije, pa ata ma shumë po bisedojnë mes vete, atje po më do këtë po ju pëlqen muhabeti. Ja, këllon mundësien atje me shkru po ju pëlqen muhabeti atje dhe më do këtë ka njëherë dhe po harrojnë që jam mërë kësaj dhe nuk e di, për njerë s'po di që po botë. Ja, unë fakt, unë e pranaj se jam mas perdëv, po prap po lajmërona, ka para perdëve. Ja, këtyne po pretojnë. Nuk e di, si do që tjetë, unë jam t'i prit edhe për asgjë, mirë, po mirë jena, mirë si zakonisht, do të nëse pa kuftof kuha, po ka pak shi ka ro, po mirë është. Po, vesaj kemi kalu midis në dimit në ndimin Normal, mirë është. Nuk bën në krahasim me dimnat tjerë për para që i mojmen, këta s'jam kësa dimën. Jo, më shfarë, mirë shumë. Se jemi plakës në pedurojmë ftaftin, se pasha Allahin veç me thonë dimën, se qëfar dimën. Ja, e vërtet. Po çka do më na të reguson të te, që na kësjel? E kuj po do në me ju kalëzu në i sana? Po, normal që diçka do të me pagu kanokën. Ishin kanë 3 vllazën. 2 më të mëdhejt ishin martu më herët, po tha i rreshin gratë, tha rregullisht ata. Edhe ta deshin me shtinja dhe këtë voglin, po qysh me rrej, thot, kur s'po m'jep kur farë shkazi, kur farë arsyre. Shka po m'vyn, po mi pletëson, e shkoqi që rapat gjatë natën rrinë sabah mi bën gati tjerat. Unë nuk kam kur farë arsye, mi thonë valla pse këto ose pëse ato. Kur një ditë tha të kor grun, zheg, tha prapë e rëkën atë laf, tha kur peshojnë, tha gruja vetë të orë dhe e atit voglit të orë me aprobukën, tha të mere mbledhe dhe kasht edhe kur të mrim të kalle. Tha edhe a i ka me të biskat pëse pe kallët këtë zheg, kur erdhë e të shoj bukën, kur ne ta e një lodhë, tha jo, ua vetë të burri. A e lodhë burë, tha jo. Edhe kalli a i zjamin kjo, ua vetë më zeke, bëlloj, tha dhe vera s'ka shuret. A i zjamin, edhe e mesme nuk e ka ditë që e zjamin. Edhe kë bët, tha pse si rahë, preqin këta mi rahë, tha, që zboni, tha, pas shuret. Edhe unë zeke, haja dhe, edhe pështaj. Njëri mesëm ju ikë problemet. Po, dhe. Në që është, po, në diçka tjetër nëse ke në sanë, Ja, priti që për para perdët më s'pëdhinda një më në kalëvushe dhe tavëzë. Faleminderit shumë. Përbesë ka shumë, po kanë herë edhe po më dalin për meq, se bëllim më meq, po kanë herë dalin. Normal, se po i harrojmë gjonës. Përbesë nuk harroj shumë, po kom fillu veç. Edhe kom pas thonë moj men shumë, po pasha zotin, do roke për harroj tash. Po të shke... Jo, në krahasim me moshatarët e me që shka jasi, unë apet nëm jam të hojtë.
Po mirë është mirë, s'do të më qajtë se me të vërtet vjen bon do vjetë, unë nuk unë i falenderojmë Zotit që na ka dhënë shnetën, na ka dhënë dijen, na ka dhënë kujtimin, shikimin, dëgjimin, krejt ato, njerë për njerë jemi mirë, kështu që tash ka pak ankomi në i kom, në i dorë, në i ase, po me rëndësi aja kryesorja është mirë. Është e vërtet. Faleminderit shumë që po në ndëran edhe por kontribon në emisione gjithmonë. Përshëndes ty, respekt shumë për juve, respekt edhe për gjithë dëgjuesit, i falenderoj shumë që pindëgjoj ka herë po më përshëndesin, kështu që jam të përshëndetën nga unë pia asë natën e mirë të gjëshmi. Faleminderit shumë, respekt, një natë mirë e gjithë mirat edhe për juve. Disë në besoj që do t'i kadrojnë edhe të tjerë. Faleminderit, natën e mirë. Natën e mirë të jemi të ndëruar të Janus Zenullah nga Ramjani i Vitisë, vërtet kam respekt, është një njeri që kontribon me thirrjet e tija gjithmonë në Radio Vlera. Një përshëndetje na vjen nga miku i vjetër dhe aktori, regjisori Ismail Shtaku. Përshëndetje Radio Vlera me moderatorin pikant të miku Nagim, si dhe ju dëgjues besnik të kësaj radioje. Mbrëmje të bukur, faleminderit shumë, një mbrëmje të bukur edhe juve. Me neve është edhe një poetë tjetër, është Adifete Shitit, cilën e përshëndes dhe i uroj qaste të bukura. Një përshëndetje shkon edhe për Fatmire Alion, gjithashtu duke i uruar mbrëmje të bukur e qaste të bukura me Radio Vlera. Adifete Shiti, poetja, thot përshëndetje Radio Vlera dhe ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme të gjithë dëgjuesve. Faleminderit gjithashtu edhe Fatmira Aliu thot përshëndetje për gjithë. Faleminderit e nderuar Fatmire, edhe ne të përshëndesim, të urojmë qaste të bukura. Në shoqëri me ne është edhe profesori miku Ali Sulejmanin nga Zvicra, cilën e falenderoj, por tash do t'ja japim fjalën e kemi në lidhje. Vetëm të hapim mikrofonin e dëgjuesve, me ne është Sabilja nga Suedia, cilës i dëshiroj mirëseardhje. Mirë mbroma Sabilja. Mirë mbroma kemi së gjitha. Mirë se na erdhe, mirë. Teja je mirë, si po kalen? Allah, dashmiri ju pak me dhe gripa në kanë ljohë, po herë për shkojnë, herë për vinë. Koha gripa vështë, tash... Shok. Ftofti. Nuk janë ngri temperatura të sa? Jo, minus 16 natën, ditën 12. Ja, Allah, ftofti. Po ftofti, më mërdhi krejt. Jo të na mirë është njëherë për herë, në minus nuk është dikon 10, 5, 10, deri që të... Jo, atë shumë mirë, këta. Ka në rao, në të rapa, temperaturat po mirë është mirë. Jo, është oke, që me bo, se pe zote që Allah e në vendosë, nësë mujna kërgjë me bo. E vërtet. Ke qënë të dardonim, se mbërën? Po, kem, po vëlla edhe shumë interesant, se a i zhërën nga djoli gjithë e këshyrë, ka qërë telefon me këshyrë, se i këshyrë do lue e lunë, po pazo, atë rënë gjithë me ta, kur atje nuk ullë vështë, o në ka nejtë sa kom nejtë. O, zamër, ja, shumë e të bërë, tepër. Mirë ke bon, dhe besoj që je knoqë bashkë edhe ti me të. Po, ka si qoja kem, shka si blesë, më dhej me shpirtë, për ta. Një, po që, po normal, jeta i ka sprova, ka... Na vëlla, po zabra, kem pashane zëtë, se mërzit, nëse ti shko mi shnusha i shorë vetë, kësh najtë anës. Po që ta mërzit në për ta i shorë, zëtë, ja, për të në të mirat, nuk e më nënë, zëna. Inshallah.
Po, dënë më na thonë diçka. Po për diçka po pështjellë edhe 100 herë kom tregu pa kom dëgju që kanë orë shumë. Po, Nuk kam dëgju diçka po, se unë kur thigri pa full diçka s'moj. ja me kënaqësi të presim, nuk ka kur farë problemi, veçur na. Po sa ta jena këtu, më dës Normal. pak me kalu kohën për zotin, pasë njëri dhe për vot më në tënë pak me full diçka me tregu diçka. E vërtet për ata dhe jemi edhe në radio, veç urnalirisht. Në shkoni nusa, gëmë dhe e kish pa dek një mish, pa e mishë e ka posa me lima. Edhe thët vjera, hajde me shku me po. Ke thët vjerës nusa, shërë që po të thonë. Më shkati atje me thonë, a u mërzët e gjeshin gjenet, dhëtë e ljoshnash me se zgata të sa ta të mitë në kjenë katuron se ti. Ata folin me gramatik, veshtojnë ngushtime dhe u kry me se zgata. Ani për tjenë. Po shkojnë atje, thamanin mrana, e flasin, kësona, a desh limonit dhe ndesh. Mos u mërzit një urime, ka harru. Edhe kërë këshyrë nusën që a thash mirë, këshë aja bejo kryt aty që që qëfar mirë. Normal, edhe me këtë gjuën fort mirë se ka ditë urime, goshlime. Urime, i ka orë që është më mirë. Edhe tjetra nusët të dvetë, se vish për nusë së ndër. I shëllu atje të dvetë dhe i shkën lajmi që më kallë shpia ka të burë. Dhe për e zez dita thë në kollo dhe vjehra shëllu mrana. Kja thët, e kom ditë vërë që kom me hongër dreshë, vërë që kom ditë që kom me hongër të pjekt. Vjehrat me rejët gjithmonë, dhe këshin pas luft, kështë. Ljutën për mirë. Po. Qa me pakim, Faleminderit. këto janë e vërteta, ka të shkanë. Po mëre, pak. Dhe njerë që i kanë po për i veti, sa i tjetë nga, Gjdo kështë të dhënë. shë grunë që grunë të vurë, të shtë në grunë vurë, e vërrasën ta, ta më në kam vërrës që ka njësë murmurime vetim, dhe të pasha zote e kolli o atje nalë. Më rriti në altë, se po e kolli edhe në altë, po. Dhe të ka kullkull më lamo. Natën e mira, Faleminderit shumë, Sabile. Natën me e familje, mirë. krenë të gjusë. Nëse ka dikush në editin dhe urime dhe një natë mirë. Gjithë mirat respekte, përshëndet edhe Dardanën, kalo sa më bukur. Faleminderit, shumë respekt në kemë, shumë faleminderit. Faleminderit edhe për juve, gjithë mirat, natën e mirë. Natën e mirë themi Sabilesën nga Serdia, falenderojmë shumë për kohën që gjenë dhe është me ne gjithmonë. Në ka përshëndetur edhe për miku profesori Ali Sulejmani, përshëndetje shëndet e respekt për ju miku Agim Gashi, si edhe gjithë dëgjuesit, faleminderit gjithashtu përshëndetje respekt. Një përshëndetje për pranë qetën gjithashtu, përshëndes edhe vendasin Naser Jashari nga prekazi legjendar, ne Gjaberishën e përshëndesim, po ashtu dhe urojmë qastet bukura në vazhdim. Edhe një përshëndetje gjithashtu dhe mirë se ardhje edhe për miken dhe psikologën Diamanta, mirë mbroma, mirë se në erdhe. Mirë mbroma, mirë se ju gjejkim o ty dhe gjithë dëgjuesit, kënaqësi e mes jush. Faleminderit. Si kaluat sot juve? Bukur, edhe ne si zakonisht, sot kemi kalu mirë. Edhe pse si stash temperaturat pak kanë ra dhe ka pas reshje her pas hershme qiut, po mirë është, jemi në shkurt dhe normal. Mirë është dhe ka mujt me ka dhe ma keq. Po normal, në dimër jemi. Po ju si e kalut atje në Tiranën tonë të dashur mirë? Mirë dhe Tirana kështu me reshje, shi, nga data 20 të na qel dielli kthej. Po shumë mirë. Edhe Se deri tani kështu koha me shira ka qenë. Nasë ka nevojë edhe për shi dhe na mendojmë vishë për veti, po mos me pas shi s'ka as
ushqime, as pemë, as kur gjë, kështu që... Po, është i vërtet edhe po thuhet që në një kohë shumë të shpejtë, do thonë 20-30 vjet do jetë problem për ujë, s'do ketë, sepse dhe burimet po shterojnë. E vërtet është. Edhe këtë vit në Shqipëri ishte problem se thoshin në përfshatra kishin shterur burimet, nuk kishin ujë. Për ne edhe në Kosovë këtë vit ka qenë ashtu, kanë shumë puse ku marrim na i themi atje bunare, ku marrim bunare. Doli lulja ke bunare. Lulia ka dalë ka dalë lia të bunari, po. Që atje të bunari i lulijes edhe atje ka pas shterë verës. Ka pas shterë, edhe atje. Po. Është vërtet shqetësuese kjo, Gimo, se normal që edhe burimet vjen një moment që shteren. Unë kujtohet këtu në një fjalë në Shqipëri, Kuçova që ka qenë vendi i naftës, edhe kanë shterur me një fjalë shumica e puseve që kanë qenë, nuk kanë naftë, edhe shumë pak ka mbetur. Do të thënë që edhe uji vjen një moment që do shteret nëse siç po vjen dhe koha që stinët nuk po merren vesh tani. Janë bashku. Zejt edhe dimri dhe vera. Kanë bëm duket koalicion, janë bashku në shtirë mi dalue, kur po bëhet vjesht, kur po bëhet dimër, kur po bëhet verë. Është vërtet. Është pak problem që shpo të në shkria ta kufete që kanë qenë me stinëve. Dhe tash është dimrat janë ma të butë se zakonisht. Kështu në është bo një farë ngrohje globale që shpo të në këta. Ta përshëndes edhe të ndërruar një herë Berisha nga Zvicra, përshëndetje edhe për ju Vagim Gashi, moderatori Radio Vlera, respekt edhe për gjithë dëgjuesit, faleminderit. Klodiana Klodin e përshëndesim poetën e cila është menethet, mirë mbrëma gjithëve, faleminderit, mirë mbrëma dhe ty. Kështu me radhë, po Diavonta do na thuash diçka. Përshëndes edhe Dada Sabilin me Dardanin, që e ka pikë të dobët e të Dardan, edhe i uroj që të jetë mirë edhe Zoti ta bekoj se kështu është jeta, s'kemi që bëjmë. Me të vërtet po... Do të pranuar ashtu si që vjen. Jeta ka dhe sfida. Është edhimshme. Është vështirë njeriu kur nuk mund të ndihmon shef dhe kur nuk është mirë me shëndet edhe s'ke mundësi të dhash ndihmë, është shumë vështirë. Është vështirë vërtet dhe edhimshme. Edhimshme me gjithatë fati që shtojnë fatkeqësi me qenë se është në Suedi janë kushtet të ndryshe për kujdesja dhe kretë mundësit janë më të mira sa kemi vota. Kështu është jeta, që ti bëjmë? Ati vetëm nëse mle janë e kisha sjell disa mendime nga njerëzit e mëdhenj, kështu të shkojmë që ka thonë Albert Einstein, thotë, imagjinata është më e rëndësishme se dia. Jeta është si bicikleta. Për të ruajtur ekuilibrin, do të vazhdosh të lëvizësh. Ai besonte se kreativiteti dhe kurioziteti janë qelësi i përparimit të njerëzimit. Kështu ka thonë Einstein, besoj që është ka pas drejt. Ndërsa një njeri i madh, sikur Mahatma Gandhi do thot Mahatma Gandhi thot kështu se në gërën katrova thot bëhu ndryshimi që dëshiron të shohësh në botë. Forcat nuk vjen nga kapaciteti fizik, por nga vullneti i pathyeshëm.
Ai tregoi se paqja dhe këmbgulja mund të ndryshojnë historinë. E vërtet, Mahatma Gandhi Po e vërtet. e thot këtë, ndërsa Nelson i madh, Mandela, thot Mandela, kështu, po. unë nuk humbas kur, ose fitoj, ose mësoj. Duket, pra se edhe nga gabimet mësojmë, nuk është humbje. Po vërtet. Duket gjithmonë e pamundur, derisa të behet, thot. Pas 27 vitesh burg, ai zgjodhi fjalën në vend takmarrjes. Faljen në vend takmarrjes. Do të thotë 27 vite burg dhe në fund nuk është takmarr, por e ka zgjedh faljen. Dhe njerëzit e mëdhej vërtet faljen. Ndërsa nëna botës, nëna jonë dhe nëna Terezë thotë kështu. Jo të gjithë mund të bëjmë gjërat mëdha, por mund të bëjmë gjërat vogla me dashuri të mëdha. Me dashuri të madhe, po. Ajo tregoi se humanizmi dhe dhëmshuria janë forcat vërteta. Dhe vërtet qenia njerëzore që s'ka dhëmshuri, nuk besoj që është qenia njerëzore. Shkojmë tutje e Shakespeare i madh thot, dashuria nuk shikon me sy, por me zemër. Gjuha e dashurisë se vërtet nuk ka qenë kur e lehtë. Rruga në vërtet, rruga e dashurisë se vërtet nuk ka qenë kur e lehtë. Të duash... Ka qenë me kthesa. Po, zakonisht dashuritë e mëdha nuk realizohen gati kur, janë gjithmonë me probleme. Ndërsa Victor Hugo thotë të duash një tjetër person është të shohësh fytyrën e Zotit. Dashuria është vetmja gjë që rritet kur ndahet. Do të thotë ajo bëhet më e madhe kur shëmfishohet, kur e dhurojmë atë, edhe ka pas të drejtë. Po. Sepse edhe ata që dhon dashuri ndjejnë gëzim, ndjejnë atë, edhe ata që e marrin. Do të thotë ka plotësisht ka pas drejtë që shumëzohet. Po, është vërtet. Nëna Terezë thotë fjala e mirë mund të jetë e shkurtër dhe e lehtë për të thënë, por jehuna e saj është e pafund. Le të takojmë njëri tjetrin gjithmonë me buzëqeshje, sepse buzëqeshja është fillimi i dashurisë. Dhe e ka thënë me gjithë mend dhe s'ka fjalë që mund t'ja mposhtë këtu. Unë kam thënë edhe një natë në emision Gimo që kur buzëqeshim, edhe muskujt e fytyrës, edhe sytë, vetullat drejtohen nga qielli. Në fjalë buzëqeshja është e lidhur me qielloren, me hyjnoren. Në normal e vërtet është njerëzit që buzëqeshin janë nuk do të thotë është shumë interesante dhe në mërmendja do të jetë kështu që ata që buzëqeshin, ata që dhurojnë dashuri për të tjerat janë njerëz të vujtur, por gjithsesi janë shumë njerëz të mirë, sepse ndoshta shpeshherë edhe zemra e kanë, po buzëqeshin e kanë dhe shpirtërore, do të thotë e kanë të pastër, çiltër, dhe e dhurojnë për të mos e prishur disponimin e të tjerëve. Dhe vërtet duhet buzëqeshim sepse ndash buzëqesh, ndash çaj, shumë gjëra nuk ndrojnë. Kështu që ne besoj që duhet të buzëqeshim jetës për të na buzëqeshur ajo ne. Më mërmendja. Pranë qeta thot përshëndetje për gjithë, përshëndetje moderatori më i mirë Agim Gashi, faleminderit shumë i nderuar pranë. E përshëndesim për në qetën, respekte për të. Në respekt gjithmonë. I shollëm disa mendime, Në njerëz të mëdhenj. Në njerëz të mëdhenj, po gjithsesi. Dhe vërtet ato shprehit e tyre kanë domethënie dhe të bëjnë që të reflektosh. Gjithsesi, më mirë është të mësojmë nga ta se sa të mësojmë nga jeta, se nga jeta do të me përjetu edhe del tani më keq. Kështu që për ata është mirë që shumë gjona njeriu të mësoj nga eksperiencat e të tjerëve dhe mandej ta ketë një farë rrugë udhërrëfyesi kështu në jetë, sepse
Edhe në Po, jetë, normal. edhe në jetë ka shenja sikur në komunikacion, për shembull stopi, janë shenjat e këto të komunikacionit, edhe në jetë ai që din me dallu, mund të dalloj shenjat sepse ekzistojnë shenjat. Po, Para është prakisht e vërtet. ka duhet shkojmë edhe si të orientohem, dhe edhe në komunikacion se nuk i përmbash ajo, aksidenti është i grashëm, dhe kështu që Ishte bërë një aksident Gimo sa kish më ka ardhur në Greqi, po, edhe ishin njerëz që i njihnim. Një djalë 14 vjeçar kishte marrë çelsin e makinës të mamas vet, edhe të marrë dhe 2 shokët në makinë dhe i përplasur me një pemë. Bërë 2 rrotullime makina edhe në momentin që rrotullohet makina hapet njëra nga dyert, edhe bie një nga ta djemt dhe e shtyp makina, me fjalë, e kishte zënë makina poshtë. Djali vetëm, jati kishte vdek para disa vitesh. Na erdhi vërtet shumë keq se edhe e njihnim. Në rënd edhe pa njoft në këto momente vërtet është shumë Po, vështirë po, shumë që e dhimbshme. fatkeqësisht atje ku është per i mahol aty edhe kputet. Po, ashtu kemi dhe ne. Është shumë e dhëmshme, çdo njeri që humb jetën është e dhëmshme, po kur në rast të tilla janë të veçanta. Po, s'ka me bë. është e vështirë. E përshëndes edhe të nderuar nga ne me haj, e cili është me ne, vendasi imi do t'ja dikon atje në Skënderaj me siguri, e përshëndes shumë. Edhe një përshëndetje për poetën Fatmushe Gërguri, gjithashtu. Të shkoj edhe me disa anekdota nëse je pak për relaks dhe për dëgjuesit nga njerëzit e mëdhej, nga jeta e njerëzit të mëdhej. Dhe Albert Einstein njëherë një zoni tha: profesor, nuk e kuptoj teorinë tuaj të relativitetit. Einstein ju përgjigj me buzëqeshje: mos u shqetëso një zoni, as unë nuk e kuptoj plotësisht. Ai përdorte shpesh humorin për të thjeshtuar gjërat të ndërlikuara. Dhe mirë ka thënë. Po, me modesti për mos të bërë dhe atë që të ndjej keq. Dihet e ulta ajo. Abraham thotë kështu: një kundërshtar e quajti Dyftyrsh Abrahamin. Lincoln Abraham u përgjigj thotë: nëse do të kisha 2 fytyra, a do të zgjidhja këtë që kam? Një përgjigje plot pra humor dhe satirë këtë brenda vetës që i fitoj zemrat e njerëzve. Do thotë Dostojevski ka thonë dashuria fillon nga mendimi. Po, dhe vërtet është sepse ato që nuk kalojnë përmes trurit, por vetëm në zemër shpeshherë janë të gabueshme dhe dalin fatale. Gjithçka është mendim. Mendim, pra. Kështu shkojmë Pablo Picasso, një grua i tha. Një grua, pra, ky ka qenë piktor, nëse s'gabojmë. Po, piktor. Një grua i tha: pse nuk pikturon gjëra ashtu siç janë në të vërtetë? Picasso e pyeti: po si janë në të vërtetë? Ajo i tregoi një fotografi të burrit të saj. Picasso tha: burri juaj është kaq i vogël dhe i shesht. Fotografia ka qenë në shesht kështu e rrafsht. Edhe i thotë, do të thotë, kanë qenë mëdhej vërtet këta njerëz. Napoleon Bonaparte thotë një ushtar i tha: unë kam frikë nga vdekja. Napoleoni i përgjigj: edhe unë, po tërmëria nuk është mungesa frikës, por kontrolli i saj. Do të thotë çdo njeri e ka frikë, edhe Napoleoni e ka të frikën e vetë, çdo kush, po, dikush të gjithë e kanë me një frikë. Normal, nuk janë. Vërtet i sallëm disa, besoj edhe për dëgjuesit janë të dobishme edhe për neve me i përsërit nga njëherë. Po, shumë mirë, gjërat e njerëzve të mëdhenj
Gjithmonë kanë lënë gjurëm. Gjithmonë ka lënë. A shkojmë bëjmë një shkutje të vogël muzikore nëse je për, edhe Po, kthehemi se s'lash me fol ty, mandej vazhdo ti me ke edhe mendimet tuaja, ke edhe eksperienca dhe gjithsesi gjërat bukura që neve na hyn në jetë, edhe neve dhe dëgjuesve të shumë që janë me ne, që ti përshëndes shumë dhe ju uroj qaste dhe bukura në vazhdim. Shkoj me pak muzikë. Ndoshëm edhe këtë këngë bukur, besoj që jeni duke e kaluar bukur dhe pato dhe keni një mesazh kënga gjithsesi. Po normal të gjitha këngët e përcjellin ato mesazhin e tyre. Dhe Shpresojmë që edhe dëgjuesit jenë kënaqur. urojmë që të jenë kënaqur. Shkojmë vetëm do ta mundësinë dhe hapësirën gjithsesi me disa anekdota ose ndodhi
nga njerëz të mëdhenj pak sa humoristike. Winston Churchill thot një zonjë i tha me zemërim: Zoti Churchill ju jeni i dehur. A ju përgjigj: zonjë, unë nesër do t'jem esull, por ju do të mbetni ashtu si jeni. Mirë i ka thënë. Mu më ka lënë, ka thënë sonte, po ti budall kime me gjithë. Një student e pyeti: profesor, a jeni, pra është fjala për Einsteinin, e ka pyetur Einsteinin një student: profesor, a janë këto pyetje të njëjta si vitin e kaluar? Einstein i përgjigj: po, por këtë vit përgjigjet janë ndryshe. Pablo Picasso thot kështu: një burr i kërkoi ta vizatonte një skicë të shpejtë. Picasso beri për 30 sekonda. Sa kushton, pyeti burri? $10.000. Por ju mori vetëm 30 sekonda? Picasso buzëqeshi: jo zotëri, me mori 30 vite. Do me thonë për më bo artes dhe në shkolla e ti kanë duhet. Po, normal. Ju kanë dasht kohë gjatë. Po. Abraham thotë njëherë u pyet: sa këmbë ka një qen nëse e quajmë me bishtin, pra nëse quajmë edhe bishtin këmbë, sa këmbë i ka një qen, ka thonë njëri, ka thonë nëse edhe bishtin e numërojmë këmbë. Abraham thotë katër këmbë. Ta quajmë bishtin këmbë, nuk do thotë që është këmbë. Tamam. Ajo që është shëqënësishme, jo ajo që s'është. Kështu që vazhdojmë vetëm pak në nderuar Jahir Berisha thotë të lumë ta kem për këtë thënie filozofike që ne kanë lënë dietarë të mëdhenj, vërtet po. Faleminderit shumë i nderuar Jahir. Mund është më inkuadruaj nëse dëshiron edhe ndonjë dëgjues edhe të nderuar Jahir në natë, vërtet kam ngel bërç, ka thirrë, por se kom pa thirrën e tij, kështu që më vjen shumë keq. Të riti në Skype se isha edhe unë. Po atë natë më duket nuk e kemi mujt me marrë, kështu që më vjen keq. Nëse ka Viber, nuk ka Viber, po më duket ja ka më ka shkruajtur edhe në Viber, ka dalë edhe në Viber, kena pas kum fol, më duket. Nuk jam i sigurt ta me këtë apo me ndonjë dëgjues tjetër, sido që tjetër. Është i mirëseardhur ai edhe gjithë dëgjuesit të tjerë që dëshirojnë të kyçen. Emisioni është drejt për drejt. Kështu që unë do të thoja për sa i përket vitaminës D. Lexova një ditë që thoshte vitamina D thoshte pengohet përthithja e saj nëse në trup ka shumë toksina. Pra toksinat pengojnë përthithjen e vitaminës D, që vitamina D është e domosdoshme, jo vetëm për imunitetin e trupit, por edhe për trurin. Më kujtohet një herë kur kemi qenë, ishim tek një mjeke që unë e njoh, edhe po ka qenë në fillim të shtatorit, edhe që marrë ngjyrën nga plazhi. Dhe aty ishte një gocë, kishte probleme, kishte mangësi të vitaminës D. Ta duhet të veshi, të bësh plazhe, që të marrësh vitaminën D nga dielli, se përthithet më mirë. Edhe e shikon kjo sa vitamin D ka marrë, edhe buzëqeshja nuk i ndalet. Dhe vërtet ndikon shumë edhe në humorin e personit vitamina D. Prandaj këtej ne jemi të bekuar se na i ka dhënë Zoti diellin me shumicë. Ata në vendet nordike që nuk e shikojnë, ata e kanë problem. E vërtet, ne pjesa në përgjithësi Ballkani, por ju edhe që keni edhe detin, vërtet është mënyra më e mirë për të marrë nëpërmes rrezëve të diellit dhe pa shpenzime, por edhe shumë e dobishme në shumë aspekte. Për shëndetin. Për shëndetin, megjithatë
Në bazë të studimeve të bëra thuaj, deti shëron 116 sëmundje. Madje një shkencëtar ishte futur me një nëndecej 9 metër thellë dhe para se të hynte atje dhe kishte jetuar 90 ditë. Para se të hynte atje kishte bërë të gjitha analizat. Dhe kishte pas probleme të ndryshme shëndetësore dhe qëndrimi prej 90 ditësh në këtë nëndece e kishte bërë që gjithçka ishte stabilizuar. Dhe kur doli që andej, me një fjalë dori 10 vjet më i ri. Pra që qëndrimi në ujë të bën shumë mirë. Dhe thash të rrim edhe neve në ujë tani. Që të rinohemi. Po, e ke pa peshqet janë shumë vital, kështu edhe nuk... Po, ama dhe bota në ujore është shumë e bukur, por edhe shumë misterioze. Me vërtet, po nëse njohim, pak e njohim dhe është, që së thuat, ka shumë specie, shumë gjana që ndoshta është një botë komplet, është një botë shumë e madhe, po e njohin ata që e eksplorojnë deri diku, megjithatë definitivisht dhe plotësisht është shumë problem me njoft sepse... Po, se si që është toka, edhe bota në ujore, me një fjalë është e përbërë ka shumë specie që neve nuk i njohim, ka edhe shumë të rrezikshme. Një herë kur kam qenë në Greqi, më ka pickuar kandili. Më ngjit në krah, në këmbë, edhe se kandili i detit ka një veti që me fjalë sikur të fshiklin shumë, ato ta bën vijë. Ja 2 vija mi bëri në krah, 2 te këmba, edhe ato më bën sikur isha djegur me ujë të nxehtë. Edhe se ka një përbërje, një substancë ky kandili që të bëhet sikur digjesh me ujë të nxehtë. E ka me siguri një lëng, kështu se është shumë interesant. Vajza e ime ka frikë të futet në det dhe si për i natë, nuk di as vetë sarë, që është po thute sarë, u fot këtë diçka, po më hanë të ke peshqet, po vërtet peshqet nuk e hanë, po ndashta ka qenë kandili, nuk e di, por i bënin vija në për trupin dhe besoj që ka qenaj, edhe nështë ka me siguri edhe ndonjë lëngë kështu në të prejken, kër e prejken është edhe lëshën kështu që ndikon paka shumë, nuk është helmus. Po ajo muas më kapi ashtu se e largova me dorën tjetër, por kur janë edhe të mëdhenj të shkaktojnë edhe djegje shumë, madje shumë kanë shkuar dhe në spital se të shkaktojnë shumë djegje. Janë të rrezikshëm kandilet. Një herë kam parë veten keq, unë isha thellë në det edhe isha vetëm. Kur filluan ca dallë të mëdhaja, u prish moti shi, kur një kandil i madh gjimo kthej kokën, se është i bardhë kështu i madh, edhe thash tani ku të vete. Dalgët u bën shumë të mëdhaja dhe me një fjalë humba dhe edhe drejtimi nga atje ku më dola në tjetër vend. Po kandili me një fjalë u rrezikova disa herë nga kandili. Prandaj do thoya që është sa i bukur është deti, por edhe Mandej më ka ndodhur edhe te ju nuk ka shumë në Kraci ka i riça detit, ata janë edhe ata më therr, është me shkel me këmbë, janë shumë të këqij, shumë të mërshëm. Po ka deti jon, se pjesa këtej
e detit Adriatik nuk ka, po kthej nga ka Shkëmbin, Po, Gura, po, nga Vlora. atje zakonisht, andej ku ka. ka Shkëmbej, ku s'ka plazhe, kështu ku janë me gur, kishte i ri që ishin shumë. Po. Edhe ato i kanë ato gjëmbat, po se ne kanë çuar disa herë këmbët kështu dhe janë vërtet të bezdisshëm, edhe pak kisha frikë se tash do të thësha dikon a ka for helmi ose diçka që mundet me pas pasur. Jo, kështu helm nuk është se kanë këto, por kanë një fjalë shumë një cimbim të dhimbshëm. Vetëm t'i përshëndes edhe qefsere Ademaj që është me ne, duket nuk dia ka qenë ndonjëherë, ju uroj çastet bukura me Radio Vlera. Në shoqëri me ne është edhe poetja Brigilda Dede, mi mbrëma thot urime për emisionin Radio Vlera, respekte për moderatorin Agim Gashi dhe të ftuar, është fjala për juve, me siguri. Po, faleminderit. Në shoqëri me ne është edhe miku Enver Fazliu, cilë e përshëndes, po ashtu vërtet vjen mirë që kemi rreth vetes shumë artist dhe poet. Është edhe një poete tjetër, Laureta Malaj, mirëmbrëma dëgjuesve të Radio Vlera, ju uroj një mbrëmje sa më të bukur, përshëndetje nga Kreta. Kalispera, Laureta. Përshëndetje Laureta, edhe ne të përshëndesim Kreta. Në mas paris telefonos, nëse akume. Nuk di që po thoni shala s'po na shani. Greqishti thë. Jo, s'ka përshëndet. Pojtim që edhe të na telefonoj ta dëgjojmë. Mirë shumë, thërë folë, që s'ka problem. Më në është edhe miku Enver Fazliu, përshëndetje stafin, përshëndes moderatorin e nderuar Agim Drenica, komplimente për emisionin, i përshëndes dëgjuesit dhe telefonuesit, respekt për gjithë, faleminderit shumë. Doktori, ne është me neve, ne mos moni, unë djej thash nuk e kom ditë kush ma ka kërku numrin, dhe më tha jep ja, tash mundesh me ja përcjell diamanta dhe pa problem. Po, se kanë kërkuar numrin e doktorit, duam të kontaktojnë. Po, në rregull. Ja bëj dhëmbët e bukur doktori. Nëse sillen keq, bëmi të unë ja thej. Për mi prisja mëne, për mi ndres, doktor. Pak humor, vetëm të sjeli edhe, në le të shohim të që po thot për Winston Churchillin, thot një kundërshtar politik e tha, nëse do të, një kundërshtar politik e tha, nëse do të isha burri juaj, do t'ju elmoja kafen. Vesh pak, nëse do të isha burri. Churchilli përgjigj, kja ka qenë femën, po edhe këta pe ndryshojnë. Pra një kundërshtare, ka thënë Churchillit, nëse do t'ishe gruaja juaj, do t'ju elmoja kafen. Churchilli ju përgjigj me njëherë, pa prit. Zonjë, nëse do t'ishe gruaja ime, unë do e pija kafen. Do me thonë, do t'a kshamit vetën me helëm, me... Shkojnë tutje, një aktore, e bukur i tha George Bernard Shaw, pra aktorit, dua të martohem. Imagjinoj një femër, veç pak, një aktor se më pingatroj, e bukur i tha, duhet të martohemi. Imagjinoj një femër me bukurin time dhe inteligencën tënde. Shaw u përgjigj, por nëse ndodh e kundërta, qka do të bëhet, në thotë. Oscar Wilde, thot një kritik, i tha, libri juaj është i pakuptimt. Wilde u përgjigj, nuk është libri im i pakuptimt, është kuptimi juaj i kufizuar. Vërtet? Ju pas ka përgjigj. Vërtet mund të lexosh, por varet se edhe sa kupton nga leximi. Abraham Lincoln thot kështu, një kundërshtar e quajti pa ftyrë, dhja lexova pore, po e pas kem lexu këto, atëherë vazhdojmë mos t'ju lodhe shumë. Vesh të shoh me nështë edhe Natasha, si zakonisht nga puna në ndjek, i urojmë punë në barë, mos lodhje,
Të shohim a kemi, më duket pas kemi pas një shkrim në Viber, kam harru me kontrollu. Edhe të shohim, jo për momentin s'kemi, po na ka përshëndetur miku Brim Coka, këngëtarja, të përshëndetje për juve zotëri Agem dhe përshëndes edhe zënjushën Diamanta. Nesër thot filloj punën për vitin 2026, dëshiroj të dëgjoj këngën me gëzim po shkoj në punë nga Fitnejt e Rexha. Ajde na i këndo këngën ta dëgjojmë edhe ne dhe live. Me që i kej për herë të parë. Po jo, nuk e di, do ta kërkoj nga Fitnejt e Rexha, po kam frikë që është e mbrojtur. Ta shohim këtë këngë, mund të vazhdosh të derisa ta gjej këngën Diamanta, urnë diçka, mund të flasim rreth. Einsteini ka thonë logjika të çon nga A-ja në Z, ndërsa imagjinata të shëtit gjithë botën. Pra, imagjinata është shumë e mirë, sepse nëpërmjet imagjinatës, ose si ka thonë Neville Goddard, imagjinata krijon realitetin. Dhe duhet që të imagjinojmë. Sokrati i madh, baba i filozofisë, ka thonë jam i lumtur që shpresoj dhe imagjinoj. Se dy gjëra shumë të mira. Po njeriu, edhe shpresa dhe imagjinata. Njeriu që se ka imagjinatë dhe shpresë, s'dias pse jeton, duhet njeriu gjithmonë. Imagjinata i ka sjell shumë mirë edhe njerëzimit, sepse njerëzit shpeshherë, siç ka thënë ai 30 vjet kam punuar në pikturën, do të thotë shpeshherë njerëzit, mu për shembull më ndodh që prek diçka në ndjej për të shkruar dhe në imagjinatën time e krijoj një farforme dhe skenari. Dhe mandej e barti ndodh ndoshta një temë me kohë gjatë kështu në imagjinat, derisa vjen momenti dhe e nxjerrë kështu, po gjithsesi imagjinata shumë e dobishme. Unë kam lexuar dhe lexoj shumë libra, më pëlqen shumë që të lexoj, edhe gjithmonë kur lexoj, imagjinata më një fjalë mund atë krijoj edhe skenarin sikur i kam përpara personazhet e librit. Edhe krijohet me një fjalë si një farë realiteti sikur jam mes tyre. E vërtet kur thollohemi në lexim edhe të librave, romaneve, dhe kur kam qenë më i ri, kur kam lexuar, shpeshherë je fut në botën e atij rrëfimit dhe siç thua ti e sheh tamam sikur me pas një film para syve, e sheh me imagjinatën tënde dhe bash pjesë e asaj ngjarje që po shtjellohet për shembull në një roman. Prandaj dhe duhet ta stërvisim trurin, sepse truri vërtet edhe pse mosha kalon, truri vërtet mbasi 6 jetave fillon që edhe të kuret, por duhet që të kujdesemi për trurin. Jo vetëm nëpërmjet ushqimit që duhet të ham shëndetshëm, por edhe shëtitja e ndihmon shumë trurin, muzika gjithashtu e ndihmon shumë trurin, edhe duke shkuar në përvende që të udhëtosh në përvende që nuk ke vajtur, edhe ajo është një gjimnastik e mirë për trurin. Prandaj duhet që të investojmë dhe jo ta lëm trurin që të bëhet të lexosh, i bën shumë mirë trurit. Sepse e vërtet se të ndërpreva, po miku Burim me siguri ka mos gjuheret,
nëse më lejon ti, do shkoj me këtë këngë edhe keni pyetje më njëherë, po ta lexoj pyetjen, mirë që pas këngës besoj që do t'i përgjigjesh aktorit dhe regjisorit mikut Ismail Shtaku. E ka bërë një pyetje për juve, të Diamonta, pse vetëm njerëzit e mirë bien në depresion, askund nuk hasa që idiotët bien në depresion apo në angst. Çka thotë psikologjia në këtë rrafsh? Besoj që do t'ja jap përgjigjen mbas këngës. Po. Nëse harron ta përkujtoj, të shkoj me këtë këngë se miku Burim flan tash edhe i ngjelim borx. Po. I urojmë punë bar nesër edhe ka pushu, mjaft ka pushu. Këtë ka shfalë, shkoj. Ndoshëm edhe këtë kemi bukur nga e modja Fitnet e Regja, jemi drejt për drejt në Radio Vlera, bashkarisht me kolegen dhe psikologën e Diamonta në këtë mëni. Pyetja edhe njëherë, po të lexoj, edhe njëherë një pyetje që da vjen nga Ismail Shtaku, miku Ismail thotë Diamonta, pse vetëm njerëzit e mirë bien në depresion, askund nuk hasa që idiotët bien në depresion apo në angst. Çka thotë psikologjia në këtë rrafsh, po thotë miku Ismail? Sepse ata njerëz, siç e thotë zotëria, nuk e vrasin mendjen, kurse njerëzit e mirë, ata e vrasin mendjen, i përjetojnë emocionet, ndjenjat dhe bëjnë që t'i analizojnë gjërat. Dhe mundohen që gjithmonë të bëjnë mirë, por duke i analizuar shumë, edhe duke qenë empatik, bëjnë që mendimet e tepërta të krijojnë edhe stres, edhe pastaj dihet kur stresi është i vazhdueshëm, kalon edhe në depresion, dhe dihet problematikat e depresionit pastaj janë të rënda. Për depresionin neve do flasim, por e lam edhe me atë psikoterapeutin, por ai s'pati mundësi, afrimi, por unë si sot java them që të dielën tjetër, nëse s'do kem punë, do vi dhe ta trajtoj vetë. Por kjo është për sa i përket përgjigjes që njerëzit e mirë janë ata që rinë analizojnë edhe i përjetojnë gjërat. Edhe ajo bën që po ta vrasësh mendjen shumë, po t'i marrësh shumë afër zemrës, e thon shkurt e shqip, dihet që do kalosh në depresion. Ata se vrasin turin hiç për asnjë gjë edhe skalojnë ata, nuk psojnë as angst as depresion, se i marrin gjërat lehtë. Prandaj e kanë edhe Prandaj është mirë ka njëherë ka pak idiot më bo, se është një farforme në thojza, nuk do t'i marrëm krejt nga të zemër, gjonat në përgjithësi. Dhe mua më duket Diamonta që njerëzit nga njëherë e ngarkojnë vetë vetën pa arsye, një farforme, duke u për të njëjtin problem, duke u mërzitur 2-3 herë ne shqiptarët e kemi gati zakon, mërzitëm njëherë pa na ardhur problemi, në mërzitëm kur t'na vjen edhe kur t'kalon, apet se harroj me kujtojmë. Dhe me thonë, na i mërzitëm ka disa herë për të njëjtën çështje. Do të thotë për gjëra që kanë kalu nuk kemi nevojë. Po, është një kapitull i mbyllur. Është një mbyllur, qëtërsen kur na iku njerëz tanë të dashur. Gimo është diçka sepse depresioni punën me të shkuarën e ka qëri, kujton të gjitha ato të shkuarës. Ndërsa angthi e ka problematikën me të ardhmen. Se me fjalë frika, se çfarë do ndodhi, si do bëhet. Prandaj edhe ndodhin probleme të tjera, por jo të gjitha ato çfarë ne mendojmë apo çfarë na thon, nuk duhet t'i marrim afër zemrës, nuk duhet të lejojmë që brenda nesh të hyjnë të gjitha mendimet. Unë e shpreha edhe kur kishim temën e opinionit, nuk duhet të lejojmë që të gjitha mendimet e të tjerëve të hyjnë në jetën tonë.
sepse nëse do t'i lejojmë që të hyjnë të gjitha, atëherë ato do kenë problematika, do na krijojnë problematika, sepse ato dihet që fillojnë të shkaktojnë që tek zemra, të rraurat e zemrës së rriten, problematika me muskujt, problematika me stomakun, problematika të ndryshme, me një fjalë që të bëjnë që të krijohen, me fjalë se të gjitha këto janë simptoma psikosomatike, me një fjalë të trurit edhe të trupit. Se gjithçka që kalohet në tru, do t'ja përcjell edhe trupit. Edhe të gjitha këto pastaj bëjnë që jo vetëm mendja, me një fjalë truri të pësojë problematika të shëndetit mendor, por edhe trupi të vuaj prej këtyre problematikave. Ndaj që duhet të jemi shumë të kujdesshëm, duhet i dëgjojmë dhe t'i kalojmë si puna e atyre valve të detit, që dallgët e detit kur vijnë nga mesi i detit janë më intensive, janë më të mëdha, dhe kur vijnë në breg, ato e rrëzojnë atë shpejtësinë, atë masën e madhe. Kështu edhe mendimet tona, siç vijnë, me një fjalë mos t'i lejojmë që kur sa të vijnë tek neve të shuhen, jo t'i lejosh që të hyjnë brenda vetvetes. Sepse atëherë do na krijojnë shumë problematika, do kalojmë do krijohet ai stresi, pastaj jo ankthi, depresioni e problematika të tjera më madhore që nëse nuk do mundemi që ti përballojmë dhe ti menaxhojmë këto ndjenja e këto emocione, do jetë vërtet shumë problem. Mos e vërtet, faleminderit për përgjigjen, besoj që miku Ismail është ndarë kënaqur me këto përgjigje tuaja, dhe ne si atë një notë do ta kemi këtë temë për shtresën përgjithësi, dhe besoj që jam i sigurt që do të na zbërthej bukur edhe mikja, kolegja Diamanta. Po pikërisht se jemi vetë ne gjimo që i lejojmë ato mendime që të na vinë dhe të na krijojnë problematika të mëdha. Është e vërtet. Ti sjell vetëm një 2-3 ngjarje nga njerëz të mëdhenj shqiptar, dhe shkojmë nga i madhi Gjergj Kastrioti Skënderbej, thuhet se një ambasador i huaj e pyeti: si arrin një popull kaq i vogël t'i bëj ballë një perandorie kaq të madhe? Skënderbeu përgjigj: nuk është madhësia ajo që fiton luftën, por zemra që rra për liri. Dhe vërtet, njerëzit kur luftojnë për liri, edhe Zoti ju ndihmon. Noli thotë, një kundërshtar politik e quajti endrrimtar. Noli buzëqeshi dhe tha: po jam endrrimtar, por ëndrat e mia zgjojnë popujt. Nëse ke ndonjë telefonat, nuk ka problem, po vazhdojmë. Ismail Kadare thotë në një intervistë pyetën: si guxon të shkruani kaq hapur në kohë të vështira? Kadareu përgjigj: shkrimtari ka vetëm një armë, fjalën. Nëse heq dorë prej saj, ka humbur gjithçka. Dhe Ekrem Çabej thotë, një student e pyet: profesor, pse gjua shqipe është kaq e vështirë? Çabeu përgjigj me humor: e vështirë për ata që nuk e duan, por ata që e duan është muzikë. Dhe me të vërtet është ashtu. Është e vërtet. Kështu që nuk ka gjëra të vështira, por ka gjëra që nuk i duam ndoshta, dhe nganjëherë pritojmë, sepse vullneti me vullnet njeriu dhe me një ngulësi arrin gjithçka. Do të jetë vetëm. Po të kesh dëshirën e mirë për të bërë gjëra të mira, asgjë nuk të duket e vështirë. E pamundur ose vetë se duhet të kesh guximin për të arritur qëllimin. Edhe unë besoj ashtu, kështu që mirë, faleminderit shumë.
Diamonta dal nga dal, kishëm shku ta Po përfundojmë. vjen behari, Po vjen behari, me shku me pushue, edhe nesër me fillu një javë të mbar, një javë të bukur, besoj që ja vlen, por nëse do shkojmë do të gjoj një këngë për fund, po vazhdo të lirisht. Okej, Ose përshëndet, ose dan, si të duash. Unë ju përshëndes, me që është edhe fundi i emisionit. Ju uroj të gjithë një mbrëmje të këndshme dhe një javë të bukur, pa probleme, pa strese, pa ankth, pa depresion. Të ruajmë ato emocione, ti menaxhojmë emocionet tona në mënyrë që mos të arrim deri tek ankthi e tek depresioni. E vërtet. Faleminderit shumë. Unë të përshëndes edhe ty Gimo, të uroj edhe ty një javë të këndshme dhe dëgjohemi ditët e tjera. Faleminderit shumë që edhe sonte ishe bashkërisht me ne dhe kaluam besoj bukur edhe këtë mbrëmje, po gjithashtu të mirëpres edhe hera tjera kur do që të kesh kohë. Ne do jem bashkërisht dhe shef që vërtet kemi nevojë të sqarojmë edhe njerëzve për problemet, hallet që dëshirojnë të mësojnë, kështu që të falenderoj për zemërsisht dhe të uroj një mbrëmje sa më të bukur edhe ty në vazhdim. Falenderit, edhe unë ju uroj mbrëmje të këndshme juve dëgjuesve, edhe dëgjohemi herave tjera. Ciao, ciao. Ciao, natën e mirë, e gjatë mirë. Natën e mirë, themi mikës tonë, kolegës tashmë, edhe psikologës Diamonta, e cila vërtet është e papritueshme dhe kontribon gjithmonë në emisionet tona në Radio Vlera tashmë. Është bërë edhe pjesë e radios dhe besoj që e falenderoj vërtet shumë që ndonë kohën bashkërisht edhe me juve. Të shkojmë me këtë këngë, nuk e kam dëgjuar ndonjëherë, sot me Lek Matet Bornia, të ndjekim këtë këngë dhe dal nga dal do të përshëndetemi. Nikos Maltet Freudi thotë nëse bie në depresion, shiko rreth rrotull mos je rrethuar nga idiotët. Po kush nuk është rrethuar sot nga idiotët? Si në familje, shkollë, punë, botë, kudo. Bota është shndruar në filozofi gjungullues, një grosht njerëzish manipulojnë me botën. Pedofilizmi global që dolen dosjet Epstein, andaj njeriu normal son trauma, depresion dhe pasiguri. E vetmja kërkim falja është ndaj një përvendësave që nuk po u lë një botë më të mirë. Faleminderit shumë Miku Ismail. Përshëndes edhe ty.
vërtet është dhe e qëndron ashtu siç e keni shkruar recetën dhe ju në shkrimin tuaj. Miqtë nderuar, këtu pëndohemi me ju, me shpresë se keni kaluar bukur duke uruar një natë bukur edhe qetë dhe duke lërë takim të martën nga ora 19. Nesër kemi si zakonisht pushim. Natën e mirë e miru dëgjofshim. Çam çeka ki